Komisioni Qendror i Zgjedhjeve certifikoi rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve lokale në 37 komuna, ndërkohë që ka nisur përgatitjet edhe për zgjedhjet parlamentare të 28 dhjetorit. Fushata do të fillojë nga 17 dhjetori, ndërsa partitë politike kanë mundësi aplikimi për certifikim deri më 30 nëntor. Periudha aplikimit për regjistrimin e votuesve jashtë Kosovës fillon me datën 26 nëntor dhe përfundon me datën 6 dhjetor. Periudha e votimit përmes postës fillon me 12 dhjetor dhe përfundon me datën 27 dhjetor. Mbledhja e KQZ-s u përcoll me përplasje verbale mes antarit të vetëvendosjes dhe asaj të listës serbe. Alban Krasniqi tha se banorët serb kanë pasur presione nga Serbia në zgjedhjet lokale, ndërkohë që Gordana Laban e mohoi këtë. Ju i shkelni qytetarët serb për me votu për listën serbe, sepse ti vet me ata tjerë, janalni, ja kushzoni pensionin që e marrin prej Serbisë, ja kushzoni çdo formë page që ata e gëzojnë prej Serbisë në Kosovë. Askujt nuk i kam bërë presion dhe as kam ndikuar. Nuk kam votuar për vendimin e këshillave zgjedhore. Ju keni votuar për to. Ti je njeri i pakulturuar që nuk di të respektosh dikë duke folur. Unë nuk jam as kriminele as terroriste. Nëse ai më cilëson si kriminele e terroriste, unë përfaqësoj gjithë popullin serb të Kosovës, edhe pse lista serbe më ka propozuar për këtu. Kulturën prej terroristeje dhe kriminele, çfarë je dhe përfaqëson, këtu nuk mund me na tregu neve zonjë. Përshirë që ja ka të luë fërshata. Edhe për ju shanë në Alban se di, për më doke përshirë që le do ka... Jella e lidhë me fërshatë, s'ka kolegë që adim. KQZ nuk i certifikoi zgjedhjet në Istok pasi Gjykata Supreme ka kthyer në PZAP për i vendosje angesën e një kandidati për antar të kuvendit të kësaj komune. Çështja e ushtruesit të detyrës